Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e kësaj dite ju shtyn të merrni iniciativa të reja. Është koha për të ndjekur pasionet tuaja dhe për të ndërmarrë hapa të guximshëm drejt qëllimeve personale dhe profesionale. Demi. Hëna e plot ndikon në marrëdhënien tuaj. Është momenti për të forcuar lidhjet ekzistuese dhe për të reflektuar mbi ato që nuk ju shërbejnë më. Komunikimi i hapur do të jetë çelësi i suksesit. Binjakët. Fokusi është në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Kjo ditë ju inkurajon të krijoni rutina të reja që përmirësojnë jetën tuaj të përditshme. Kujdesi për veten do të sjellë rezultate pozitive. Gaforia. Kreativiteti dhe romanca janë në qendër të vëmendjes. Shprehini ndjenjat tuaja dhe mos keni frikë të tregoni anën tuaj emocionale. Kjo do të forcojë lidhjet me të tjerët. Luani. Familja dhe shtëpia janë prioritet. Është një kohë e mirë për të bërë ndryshime në ambientin tuaj dhe për të forcuar lidhjet familjare. Stabiliteti emocional do të jetë i rëndësishëm. Virgjëresha. Komunikimi është çelësi. Shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja me qartësi dhe ndershmëri. Kjo do të përmirësojë marrëdhëniet personale dhe profesionale. Peshorja. Fokusi është në financat dhe vlerat personale. Rishikoni buxhetin tuaj dhe bëni plane për të ardhmen. Vendimet e mençura tani do të sjellin stabilitet afatgjat. Akrepi. Me hënën e plot në shenjën tuaj, ndjeni një nevojë të fortë për transformim personal. Është koha për të lënë pas të kaluarën dhe për të përqafuar ndryshimet që dëshironi të bëni. Shigjetari. Reflektimi dhe meditimi do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë veten. Kjo është një ditë për reflektim dhe për të lënë pas zakonet që nuk ju shërbejnë më. Britsjapi. Miqësitë dhe rrjetet sociale janë në qendër të vëmendjes. Angazhohuni në aktivitete që ju lidhin me të tjerët dhe që përputhen me vlerat tuaja. Kjo do të sjellë mundësi të reja. Ujori. Karriera dhe qëllimet afatgjata janë prioritet. Përdorni këtë energji për të bërë plane dhe për të ndërmarrë hapa konkret drejt suksesit profesional. Peshqit. Zgjerimi i horizontit është thelbësor. Kjo ditë ju inkurajon të eksploroni ide të reja, të mësoni dhe të rriteni personalisht. Udhëtimet ose studimet mund të jenë të dobishme. Horoskopi në Top Albania Radio.